Vendimi i qeverisë për të mbyllur TikTokun, Topalli, Rama i friksuar, tregon se drejtuesja politike e Partisë Demokratike për Diasporën, Josefina Topalli, ka reaguar pas vendimit të qeverisë për të mbyllur për 12 muaj aplikacionin TikTok në Shqipëri. Në një postim në rrjetet sociale, Topalli e cilëson këtë vendim si një përpjekje për të kufizuar fjalën e lirë në kulmin e fushatës elektorale. Sipas saj, TikTok është platforma ku të rinjt shprehin lirshëm mendimet e tyre, duke theksuar se qeveria ka frikë nga zëri i qytetarëve. Në kulmin e fushatës vendosi të mbyll TikTokun, sepse e vetmja gjë që e shqetëson më shumë se pyetjet e gazetarëve janë të rinjt që flasin lirshëm. Pse tani? Sepse ka frikë nga fjala e lirë, shkruan Topalli. Ajo shtoi se mbyllja e kësaj platforme në një moment kyç politik tregon se qeveria po humb kontrollin dhe po shmang debatet publike. Topalli kritikoi gjithashtu mungesën e përballjeve televizive nga ana e ministrave dhe kryeministrit Edi Rama, duke e cilësuar komunikimin e tij në Instagram si një monolog të organizuar.